Bleta është e lidhur ngushtë me njerin, edhe njeri është e lidhur ngushtë me bletën. Kryesisht raumin e shëron, edhe që aty ku pickon bleta është ilaç, me thonë, është punë e mjekësisë. Bleta në ekosisteme ka një ndër gjallëresat ose insektet më të vyshme e mo. Unë jam aslandemir prej fshatit Morin, pikërisht ky është fshati, kem jetuar deri në luftë këto, po edhe mas luftë jena përpjek me bo parkin e bletëve këto, pak e shumë më morë me dosenet pikërisht fshatit, kështu si bletën e kom zgjedh si biznisi familjar maj mirë, edhe që prodhimet e bletës lypen në për tregje, lypen në për persona që kanë nevojë, pikërisht edhe i kam klientët e mi. Unë me bletëri merrem që nga vitin 1996, atëherë kemi pas bletërinë primitive, po me kalimin e kohës kemi filluar në zëje moderne mi transferua kosheret, kështu si tash ti punoj me zëje moderne, edhe janë mjaft rentabile, kështu si produkti e rendimenti është maj mirë, se sa në kosherë primitive. Ato muj me thonë si jenë konë i përkasin dekadave të kalune, që i kanë majtë gjysht, stërgjysht, kështu si shkojmë me bletërinë moderne. Për shkak ngrohjes globale, kanë ndiku edhe tek flora natyrore, kur një ditë e nxehtë zaventson një natë ftoftë, kështu si sa ma afër që t'jenë diferenca ndërmjet natës edhe ditës, aq ma shumë jep nektar edhe na sjelltas. Kështu si ndikon edhe tek bletëria kjo ngryha globale, përpara kanë dhënë blet, një shoqëni e bletës ose një koloni ka dhënë disa kilogram. Në pyetje sa ka dhënë disa kilogram. Kurse tash është përgjysmë ma pak prodhimi, të kallëzova shkaktar është ngryha globale, edhe sidoqoftë na e bojmë përpjekje e kultivojmë bletën edhe në këto kushte që janë. Bleta në ekosisteme ka një ndër gjallëresat ose insektet më të vyshme e mo. Simas Albert Einsteinit, bleta nëse nuk ekziston, njerëzimi nuk do të ketë jetë ma gjatë. Arsyeja është që për shkak të polinizimit, bleta e bën polinizimin prej lulës në lulë, kështu si rendimenti i gjitha frutave, që ka konsumojmë na në trojez, mirët pikërisht në disa përqindje prej bletëve merret. Kështu si pa u konë bleta edhe njerëzimi nuk mund të ekzistojë disa vjetë, kështu si bleta është e lidhur ngushtë me njerin, edhe njeri është e lidhur ngushtë me bletën. Shteti o kana ne man mjaft. Shteti o kana jep subvencionet, ajo është në rregull është. Me të thonë drejten, e realitetin, unë nuk im koni i kënaqur me s'mi dhon subvencionet hiç. Tash arsyeja pse me s'mi dhon subvencionet. Kështu si ai që është punëtor punon me subvencione edhe pa subvencione. Po du me të cek këtu. Kanë ra subvencionet dhe na kanë dytë bletarinë. Pse na kanë dytë bletarinë? Kanë pru prej Shqipënie blet, kanë zgjedh një familje kosovare, po i bim na këtu, edhe subvencionet i marrim na për gjystë, kështu si është mbi ngarkua. Për shembull, 16 km2 si e kontrollon bleta, nuk është sikur mi pas 180 shoqni ose 120 shoqni, sikur 700 shoqni. Na pikërisht e kemi këtë problem, edhe kemi me vite e kena këtë problem. Kështu si është vendi i populluar këna e kana. Pasojat mundën më konë trona, smundjet, grabitja e tjera si ndikojnë pikërisht negativ në jetën e bletës. Për shembull Morina, Morina po ta mundët më konë 16 km2 ose 20 km2, nuk e di parafrasisht. Nuk është sikur mi pas 150 shoqni, sikur mi pas 600 shoqni. Ose thjesht, një flinje, më ylshu 20 persona hajnë ka pak, kurse më ylshu 6-7 persona njihen, i njëjti destim është edhe në florën natyrore aty ku jetojnë bletët. Kështu si kena na problem, kemi me shtegtime të pa kontrolluar kena problem. Këto ne kom cek disa herë, edhe shteti mundet me na animu pak, me i kontrollua shtegtimet, jo marrë në mënyrë të pa kontrolluar. Unë si bletar, si dhanë subvencione, si dhanë, për shembull, unë i kom 140 shoqni. Që ato 140 shoqni, faleminderit për shtetit që na i ka afruar për me na i dhonë si ndihmë. Unë që ato pare me 6-7 shoqni me dhonë prodhim, e me shit prodhimin e tyne i nxerri. Kështu si, ose mi kontrollu shteti pak subvencionet, jo me majtë
këshet zbrazta, e me pru dronin këto. Valla, nuk është sigur më konë këshet me bletë, qëre, prej që tje këshet në narkune, plët miza është. Kurse bosh është, jo bosh mja si tje ka e vjedhë shtetin. Hajtë se kom 30 bletë, është njësaj sikur mjellarën misër gjuja me grësht, që ashtu, asë me se prashet, asë me se pëno, ka shtia tinit që e pënën, e kultivon mirë, këtu dalimi është i madhë. E njëta 60 bleta. Jonë disa prova, këto provat me ndimin në rrjeteve sociale i shojve, na çdo ditë kush është interesuar. Është lehtë. Një është shumë e sigurt, tepër është e sigurt. E shtin 1 kilogram mjalt në frigorifer. Këto asë një inxhinier nuk ta ka thonë. Edhe është 1 litër ujë në frigorifer. 2 gradë ose 1 gradë ose 3 gradë. Në mëngjes i merr, edhe qet ujë 1 gotë, e merr edhe lugën e mjaltit e qet aty. Mjalti i blec ose original tretet shumë zër. 100, 200, nashtë edhe 500 herë du të më mshu që shtu desa tretet. Kurse këta falës ose të manipulun, tërbullohet ujtë me njerë. E dyta, thmeglat, mjaltin nuk shkojnë të mjaltin, shkojnë të sheqeri. Që të një grim mjalt në tukë, që të një grim sheqer në tukë, ose long baklavës, shkojnë të longi të saharoza, kurse të mjalti nuk shkojnë. Prova tjetër, që është edhe ma interesante, e mërë një lugë mjalt edhe e lëshan një farë kofe. E mërë i litër ujë qëtë edhe e lokat, ding, 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 edhe hapet ata. Kur e lokat, i simbolizën hujet 6 konshë, së kërën hujet e blecë. Ata është original. Edhe me mrama është mja bot testin në laborator, edhe del 100% lull, ose 80% lull, ose 20% lull, ose 100% sheqer. Flora natyrore në mëjnë është e pasën, ty janë njësë prej shkurtit, prilli janë temt, ka lullet livvodhe, kem bim pjallë më dhonëse edhe mjallë më dhonëse. Kanë dalem aty. Si cila ka rullin e vetë, kushtet mërin janë shumë favërshme. Kemi bagrenin, kemi mollat, kemi qërshit, kemi bëjlit, kemi lisnen, kemi ulëzën, kemi shumë tërfili i bardh, janë shumë llojet lullave, ne i kom reklamu si nuk jau di me emnin 100%, veç me një fjallë këto është flora natyrore deri në fund të muajit. Në fund të muajit, blina aty këto ka, gështenja është në sipërfaqe të dha si plantacion, edhe jep sasi të madhe të polenit edhe të mjaltit. Atë shka është më interesant ama, vetëm në këtë Evropë, prej qafës Morinës, e den qafë proshit, e ten mirë ditë në Shqipëri, është trumza. Trumza është një lule, si përdoret shumë farmaci, ajo dënë kushtën mujnë korrekt, shi më ra. Disa herë du të më ra shi, për me dale ajo, nëse dale ajo në sipërfaqe shumë të mëdha, është mbretneshe bim dhe mjallë dhonëse. Kështu si, unë gjatë përvojës jam e 29 vjetë që mërna me bletë, 3 herë, 4 herë s'ko mujtë me nëzonë trumzen. Është një ndër mjaltit ma të shmumit të mo. Mjalti, na i thojmë poliflor, poli do më thonë shumë lulleve, popla i thëtë mjalti livadheve. Kurse monoflor, i thojmë kur meret prej një lullin si përfaqet më dha. Për shambull, qësh është gështenja, trumzë, si të thash, akacia, bagreni, e din shka është bagreni. Në qëfë si meret prej një lulle, është monoflor. Në qëfë si meret prej shumë lulleve, është poliflor. Këtu i kemi dyjat. Moj e jep këto poliflor, kurse qërshore e jep monoflor. Na jemi shkua 25 euro në vitin e kalun për kilogram dhe 30 euro. Edhe gjithë klientat që kanë morë ju nda shumë të knaqën, kërkesa kom mjaft. Nuk kom mollë sa kom kërkesa, kështu si im ka zgjena i ditërin, im ka bëj i park. Atje shifet që aty si im ka ndërtaj. Kështu si mi mojtë rrëth 150 që në gjarat shëshni, edhe më morë me tu edhe një 10 vjetë, sot në lënë zoti, sa së më dhamë shpina. Në për teknik, kom edhe të familjes, djali, gruja, vajza, në për teknik do më thonë kur punojnë mrena, kurse me qelë aty vetëm vetë jam. Se pickimit i dëroj shumë. Bletë ma agresive jonë, si të kalën mu i gosht të shtator, jonë shumë agresive dhe të pickojnë shumë edhe kanë helmin e fort. Qëtash jenë ma të buta të mu. Qëtash punoj pa moskë. Shteti du të me në animu, pikër siguret se ka pak ma por, mës me në shtektu bletë në njërë pa kontrolune. Për më pru bletë, du të më konë bletare, du të më konë i lesën në cunë. Jo,
Jo më kun tregtar, po më kun bletar, se tregtia edhe të njeri që mirët molli, dallimi shumë i madh. Tregtori është interesuar me shit, atë bën mirë ty as bën, kurse bletari lypet sa ma kvalitet e nxerr mollin, jep klientave, se kiti gjithçka, ki njeri që smut, ki njeri që ka holle, ki njeri që është i smut me kancer, me diabet, të gjitha. Edhe me diabet e përdorojnë mjaltin, se nuk është saharoz. Kurse baklavën zgudzon ai me hangër. Kjo du të më sta ngatrojnë popullin, se kam klienta që janë me diabet, anja që janë ato, edhe morin mjalt. Nuk do të thotë që është omëlsinë e lulave, është mjalti i lulave. Kurse baklava si i bojmë në hallë, në çajin ato, është saharoz. Kom harru me të cek produktet e Blecë, populli vetëm një njeh. Vetëm mjaltin, shumica popullet janë 6 produkte. Është mjalti, është pjalmi, është dylli, është propolisi, është helmi, është qumshi i bretneshës. Ajo është mrejti i të gjithave shka për dhe Bleta. Për treg, kom kërkesa, për treg nuk kena mujt qumshtin hala me nxerr, si i dënë do kushte, i dënë tërmozat, i dënë vendin korruhet. Edhe poleni du të mi pas do kushte, kështu si e morën me mjalt, me shema, kom kërkesat mjaltit bëllë, kom kërkesa mjalt. Helmin e Blecës, në shumë njëra mundët, dhe të përzetin me morë pickimin e Blecë, shërën raumen, kryesisht raumen e shërën, edhe që aty ku pickon Bleta, është ilaç, është me thonë, është punë i mjekësisë. Shembull të familjes që ja kom dhonë pickimet e Blecës, mja dhonë. Ditën e parë një kom, ditën e dytë njënën komën tjetër kom, ditën e tretë 2 knaj, 1 knaj, edhe tesa i ka bërë 7 ditë, i ka morë disa pickime. I herë djeg, atëherë djeg shumë, po e kryin efektin e vetë. Bletarët të ri i sugjeroj më morë me Bletë, nësë me bo manipolime, me pas Bleta sa mundët mi përthoku veni, për shembull, kështu si është një lami mjaft produktive, është një lami që du të më marrë më ta. I mundu mi avlon, nuk kanë guxim të pickimet. Kështu na për teknikë të shërpore punojnë gjithë. Kurse me qelë aty, vetëm vetë ku jam. Edhe me qelë aty du të më konë mjeshtër, du të me ditë pse ka qelë, qësh e ka qelë, e tjera, du të mi studiu këtë thema. Unë e kom studiu Bletën. Bletari i mirë është një ndër njerëzit që muj me ta cek, është barabart me një doktor, sa i doktori shërën njerëzit, kurse Bletari i kultivon mjaltin, i kultivon ato, po është shërus është, edhe mjalti shërus. Kosova nuk mundet me furnizu aq sa ka nevojë. Secili bletar mundohet sa ma kvalitet në mirujt klientat e vetë. Ka që ka me të shtu, s'kam shka me të. Shambull ti e klient jam, unë e mëj gjithmonë me të mbrojt, me të rujt, se unë e më ka jetoj prej teje, njëri prej klientave jeton. Kështu si prej shtatorët e dej, si ta nxerin fund mojt, kam shumë kërkesa, nuk kam, tash ata që kanë lyp, ku informoj ku ta nxerri, edhe kështu si e morin pas një problem.